Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allah në falenderojmë, selam dhe selavatet qofshin për me të dashin ton, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Në kohën në të cilën po jetojmë, e vrejmë që ummeti është i plagosur në për katër anët e botës, pothuajse. E sidomos pjesa e Palestinës, pjesa e Gazës është një vujtje, është një plagë e ndezur që pothuajse të gjithë ne bombardohemi me pamje në rrjetet sociale dhe ndjejmë dhimbje dhe dëshpërohemi dhe ndjejmë mërzi për ato çfarë po ndodh besimtarëve, vëllezërve nga feja në ato vende të shenjta. Në anën tjetër, nëse nuk din besimtari me menaxhu këtë dhimbje, din me kalu deri në pesimizëm, din me kalu deri në një lloj dëshpërimi nga ndryshimi i gjendjes, ka përmirësimi i gjendjes së ummetit. E në kohën në të cilën po jetojmë kemi nevojë shumë për optimizëm, që mi dhon shpresë vetvetes, nga se vetëm optimisti është ai që punon. Sikur se kemi përmendur në ligjëratën e kaluar, optimisti është më punëtori, ai që është më aktivi në ndryshimin e gjendjes. Nëse e vrejmë dhe lexojmë Kur'anin që nga fillimi deri në fund, e vrejmë që Allahu i Lartësuar i ka edukuar pejgamberët dhe i ka edukuar edhe sahabët, edhe njerëzit e dashur të tij përmes optimizmit. E vrejmë mas pari tek Musa alayhis salam, kur është taku përballë e ka pas detin dhe mbrapa tij e ka pas ushtrinë e Firaunit dhe kanë thonë inna lamudrakun, na nxonën, përfundoi çështja jonë dhe marrum. Edhe realisht në aspektin logjik përpara detin, përmbrapa ushtria e tmerrshme e Firaunit, s'kan pas rrugdalje tjetër, mirë po shpresa tek Allahu dhe mendimi i mirë për Allahun dhe optimizmi, bindja Musait alayhis salam se Allahu është me to, dhe Allahu nuk e lën në balë, nuk e lën në lloç, një besimtar, një pejgamber të tij, një rob të tij, i cili është mbështetur tek Allahu dhe ka mendim të mirë për Allahun, thotë inna ma'i rabbi, kalla inna ma'i rabbi seyahdin, asesi nuk ka më në nëzonë, me mu, me neve, është Zoti jonë, ai ka më në pozgjidhje, pastaj Allahu i Lartësuar i shpall Musait dhe i thotë fa auhina ila Musa an adrib bi asaka al-bahr, me shkopin që e ka, i shpallëm që goditë detin, edhe nga nuk e ka prit as pak zgjidhjen, i është hap deti dhe ju mbo valet sikur kodra të mëdha dhe ka kalu Musa alayhis salam me popullin e tij dhe Firauni është fundos në det. Po ashtu e kemi edukatën të cilën Allahu i Lartësuar e ka përjetësuar deri në ditën e gjykimit, edukata të cilën ja ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, rrjedhimisht na ka dhënë edhe neve. Kur ishte në shpellë, i fshehur me Abu Bekrin para hijretit, para marrjes së udhimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë fjalën të cilën është motoja që duhet të jetë motoja e besimtarit, i thotë la tahzan inna Allaha ma'ana, mos u mërzit, mos u pikëllo, se Allahu është me neve. Kjo të pejgambert, po nëse shikojmë mirë, e shohim se edhe të robërit e Allahut, robërit e afërm të Allahut, vret optimizmi. Ndërta është Asia, gruaja e Firaunit, me gjetjen e Musait, që e gjejnë në lumë si foshnje, e shfaq optimizmin e saj dhe Allahu i Lartësuar ka përmend wa qalet imratu fir'aun qurrata aynin li wa lak, ta marrin këtë djalosh, këtë foshnje, me shpresë që ka më na u knaq syt mua dhe ty. Ku i thot burrit vet Firaunit. Transmetohet se Firauni ka thonë amma lak fa na'am, amma li fala. Sa të përket teje, merre, le të jetë kënaqësi e syve për ty, ndërsa për mu nuk po du. E ka shfaq një farë lloj rebelimi, një farë arrogance, edhe në ato momente. Ndërkohë që optimizmi i shprehur, shpresa e shprehur e gruas së Firaunit ju ka shpërbly. Ta marrim këtë foshnje me shpresë që të na bëhet kënaqësi e syve tonë. Dhe ashtu ka ndodhur, edhe në fund Asia është njëra prej grave më të mira në dunja dhe është e përgëzuar me xhenet dhe Allahu i Lartësuar e ka përmend në Kur'an. Wa daraba Allahu mathalan lil ladhina amanu imrata fir'aun.
Allahu e ka sjell shembullin për besimtarët gruan e Firaunit, idh qalet rabbi ibni li indaka baytan fil janna wa najjini min Firauna wa amalihi wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin. O Allah, o Zot im, ndërto ma një shtëpi në xhenet dhe shpëtom nga kurthet, dhe shpëtom nga maltratimet e Firaunit dhe veprave të tij dhe shpëtom nga populli zullumçar. Dhe ashtu dhe ka ndodhur. Dhe Asia ka vdekur si besimtare dhe është prej grave më të mira të dunjas e përgëzuar me xhenet. Këtu e shohim se çysh besimtari duhet të edukohet në frymën e ajeteve kuranore, edhe ndodhive të haditheve, porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A kemi raste ku Allah i lartësuar i ka na edukon neve si umet se çysh kanë vepruar sahabët. Është një prej rasteve që ka ndodhur me njëherë pas betejës së Uhudit. Beteja e Uhudit është një prej betejave të dhimbshme që sahabët kanë pësu një herë një duke fitu, pastaj kthehet lufta dhe e humbin betejën, aq sa plagoset pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aq sa vdesin një numër i madh i sahabeve, ka pas plagosje dhe thyrje shpirtërore prej një refuzimi apo prej një kundërshtimi të urdhnit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos i lëshoni vendet e juaja në kodrën e shigjetarëve. Dhe me njëherë pasaj beteje, ka ndodhur një betejë që ndoshta pak besimtar e dijin atë ndodhi. Kjo betejë, edhe pse nuk ka pas ballafaqim, e përmendin librat e historisë, mirë po nga njëherë e veçojnë veç, pas nga njëherë është sikurse pjesë përcjellëse e betejës së Uhudit. Çka ndodh? Masi që Kurejshitët në atë botë jo besimtar, në krye me Abu Sufjanin, kthehen, janë duke u kthy rrugës prej Medinës, pas siç e fitojnë në betejën e Uhudit, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kthehet në Medinë, i thuhet se Abu Sufjani përsëri pas pak ditëve është nis me një ushtrim ju luftua pet. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të nesërmen marrim me mend çfarë përjetimi shpirtëror kanë pas sahabët në betejën e Uhudit, mas një humbje që kanë përjetuar, mas plagëve të marra në luftë, mas thyrjes shpirtërore, se janë kohë duke fitore në dorë kanë pas, janë kohë duke i njek jo besimtar, kthehen të molisur, të plagosur, të plagështuar në Medinë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vjen urdhni dhe i thot sahabëve, nesër duhet më ardhë me mu, kush ka qenë dje me mu në betej, mu përgjigj. Dhe të gjithë sahabët i përgjigjen ata që kanë qenë në betejën e Uhudit. Diku 700 veta. Përveç atyre që kanë vdek, ata që kanë bërë gjallë, i përgjigjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe dalin me një vend të quajtur Humra al-Asad, pak larg prej Medinës. Në dalje të Medinës. Dhe vijin delegat për jo besimtarve, me ju dhonë lajmin që tash i dhejtarët janë më shumë numër se sa që kanë qenë, edhe më shumë në numër. Dhe Allah i lartuar ka përmend to. Thot alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Këtyre sahabëve që kanë marrë pjesë në Uhud, ju vijnë disa delegat për idhujtarëve dhe i thojnë, njerëz janë mbledh kundër juve, i kanë mbledh të gjitha forcat me ju luftu. Tash ju kanë mujt në Uhud, tash kanë ju faru. Ama çu ka qenë përgjigje atyre? Përgjigje madhështore, e bindjes në Allahun, e optimizmit, e të vëkullit, e mendimit mirë për Allahun. Çfarë thojnë? I thojnë, friksojnë atyre, që këto fjalë që ju kanë thonë atyre, ta kanë thonë, fazadahum imanan, ju shtohet imani edhe më shumë, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Na mjafton Allahu sa ndihmës, sa mbrojtës, sa kujdestar i mirë që është ai. Domethënë, në kulmin e vështirësive, në kulmin që ke tërë përpara, sahabët janë përgjigj hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Kush është përgjigj edhe kësaj? Është përgjigj edhe Ibrahimi alayhis salam. Siç e përmendëm në ligjratën e kanuar kur e kanë hedhur në zjarrin e madh. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Domethënë këtu besimtari e gjon atë optimizmin, e gjon shpresën për jetë, e gjon shpresën për të i kalu problemet. Çfarë do probleme qofshin ato? Të dunjas, me lejen e Allahut kanë zgjidhje. Njëkohësisht besimtari
duhet ta kuptoj edhe një herë realitetin e dunjas. Këtë botë ki mos provu. Allahu i lartësuar thot: "Am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Nëse ne e kuptojmë që ta jetë, kuptimi i cilit është, a mos llogaritet, a mos mendut që keni me hinë në xhenet e pas provu, ju kanë ardhur atyre para jush, janë sprovu në trupat e tyre, në pasuritë e tyre, në jetët e tyre. Janë trondit dhe janë friksu atë shumë saqë i dërguar i Allahut, pejgamber ka qenë. Dhe besimtarët në ta kanë thonë, kur është fitoria? Kur vjen ndihma e Allahut? Kur vjen ndihma prej Allahut? Do thonë, "Walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah", kur vjen ndihma e Allahut? Dhe këtë pyetje shumë prej besimtarëve në kohën tonë kur e shohin umetin, lufta atje, vujtë atje, masakra atje, gjenocid atje, të vegjël, të mëdhej, duke vdek, duke i masakru, thonë kur vjen ndihma e Allahut, ku është kujdesi i Allahut, pse Allah nuk po i mbron? Dhe me dashje pa dashje i bojnë këto pyetje. Allah i lartësuar jep përgjigjen, thotë: "Ala inna nasrallahi qarib." Sigurisht, me të vërtetë, fitoria e Allahut është afër. Veç duhet mi lyp, duhet mi lyp. Normale është me pas dhimbje. Madje me pas dhimbje është pozitive. Se trupi kur është i gjallë ndin dhimbje. Trupi i vdekën, godite sa dush preje, nuk ndin më dhimbje. Trupi kur është i gjallë ndin dhimbje. Është normale me ndin dhimbje, është normale me mërzit në rastet kur i shen në umet. Ama nuk është normale dhe nuk është e pranueshme me të kap depresioni, me të kap pesimizmi, edhe me ul kryt, edhe veç me flajt gjum, edhe sikur me ja dash me ja bë snuz jetës, mos me dash me ditë kryqë tjetër. Normale është që çat dhimbt o ka të alarmon, apo o ka të alarmon trupi që është i gjallë, mu qu me vepru në ato shka ki në dorë. Me ordnu për të mirë, me ndalu nga keqja. Me ordnu për të mirë me dorë. Nëse s'ki mundësi, me gojë. Nëse s'ki mundësi, s'pako me zemër. Me ndryshu të keqe. Do të thonë, që të gjendjet e umetit, që të dhimbt në umet, sikur shumë njerëz me thanë disa prej shokëve, patëm nevojë me dëgju për optimizëm, se lajmet e këqija po ndikojnë negativisht. Ndërkohë, besimtari lajmet e këqija duhet mi kanalizu, duhet mi filtru. Edhe nuk duhet mi lonë që mi depërtu dej në zemër sa që mi ambulu zemrën e tij pesimizmi. Përkundrazi, duhet që ato dhimbt mi shëndru në forcë që mu quhu mi përgjigjë Allahut dhe më bo faktor pozitiv ndryshues për të mirë në shoqëni. Se vetëm kështu e ndryshon gjendjen. Vetëm kështu e ndryshon gjendjen. Madje, që kjo mërzia është e pandashme për në udhëtimin tonë drejt Allahut. Nuk është e kërkuar, po është shaj pozitive. Madje Allah i lartësuar ka përmend në betejën e Tebukut. Në betejën e Tebukut kanë ardhur disa, ka qenë quhet beteja e vështirë. Gazwatul Usr, beteja që ka pas vështirësi, ka qenë shumë vap, ka qenë varfri dhe kanë pas një armik jashtëzakonisht të madh në numër dhe në forcë që kanë pas më përballë. Dhe ka qenë larg prej Medinës, diku 700 kilometra larg prej Medinës, dhe merrin me mend çfarë mjete ju kanë dashur për me udhëtu deri atje. Dhe kanë ardhur sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam merrna me neve. Pejgamberi nuk ka pas mjete të udhëtimit për krejt. Dhe disave nuk ka mujt më jap mjete. S'ka pas as kali as deve që mi hip aty dhe mi bart me veti. Dhe ju ka thonë nuk kam mjete për më marr me ju, me veti. Dhe disa prej sahabëve, Allahu i lartësuar i ka përmend në Kur'an: "Wa 'ala alladhina idha ma atawka litahmilhum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun." Janë ardhur disa sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi ka thonë nuk kam çka më bëj çare. S'kam zgjidhje çish më marr me veti. Për ku? Me marr pjesë në një betejë, një përgjigj Allahut dhe të dëruarit të tij kundër një armiki shumë të madh. Dhe këta kur i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk më marr me veti, kthehen shpinën dhe dalin pe xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kain. Që çarje të tyre me lot, pejgamberi nuk e ka pa, se i ka pa vetë shpinat e tyre, po Allah i lartësuar i ka pa. Allah i lartësuar i ka pa duke kaj, dhe ja ka përmend. Tafidu uyunuhum. Domethënë, i thot Allahu, tafidu min ad-dam'i hazanan. Ju kanë rrjedh lotët nga mërzia që s'po mujin më përgjigj Allahut më ndihmu. Tash çu duhet mi lexuar në këtë rast. E sheti umetin islam në Palestinë, në vende të tjera, duke vujt. Nuk i mundësi mi ndihmu, je larg. Që kjo mërzia
minimumi është që duhet më të çu, mi fal 2 rekate dhe më vë dua për ta. Ose në sejdë mi përmend në dua. Domethënë, sinqeriteti është që ti për një maki që të dhimbt, është që s'pa ku më bë dua me ta. Mi lut Allahun më ndihmu, më u letu. Që kjo është minimumi. Domethënë, Allahu e sheh çushi na ka përjetuar. Domethënë, që kjo mërzi duhet mu kanalizu çështu duhet mu filtru. Domethënë që ti më kon tash aktiv, jo me të ka pesimizmi, edhe më kthy, mi vazhdu gjumin, edhe mos më ndërmarr as minimumin e minimumeve që është me bëu dua për ta. E lemo që për më shumë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kemi thënë në ligjratën e kaluar, besimtari nuk duhet të mendoj që krejt fitoret dhe krejt rezultatet dhe frytet e punës së tij do t'i arrijë në jetën e kësaj bote. Allah i lartësuar na ka njoftu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në ditën e gjykimit do të vjen pejgamberi wa laysa ma'ahu ahad, ka marrë një pejgamber dhe me ta as nuk është kërkush hiç. Domethënë asnjë person domethënë se ka besu. Ka pejgamber që vetëm një ka besu. Domethënë pejgamber ka qenë e ka përcjell shpalljen me garancion ka qenë pejgamberi përzgjedhur prej Allahut të lartësuar. Megjithatë, do të vjen dhe me ta do të jetë vetëm një besimtar. Pra jo të gjitha rezultatet kemi më arrit në këtë botë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë ka qenë duke është vrarë Sumeja, është thirrë me shigjet, Amara i ka pështu, Yasir është vrarë, çfarë ka thonë? Sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul janna. Bani sabër o familja e Yasirit, se vend takimi juaj është xheneti. Do dhimbt që i përjetojmë në umet, ilaçi është mi kujtu xhenetin. Një zhytje në xhenet ti harron dhimbjet e dunjas. Sikurse një zhytje në xhenem ti harron përjetimet e rrejshme të kësaj bote, kënaqësitë e ashtu quajtura të rrejshme të kësaj bote. Vetëm një zhytje në xhenem. Që ka ardhur në hadithin e saktë, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i lartësuar e merr në ditën e gjykimit njeriu që ka qenë më i sprovuar, dhe e fut në xhenet. Gamse. Një zhytje edhe nxjerr. Edhe i thot, a ki vujt në herë? Thot kurrë zot. Nëse xheneti e ka çet fuqi, nuk të shtijim në ekuacion, tjetës tonë. Kur të ballafaqohemi me lajmet këqija, kur të ballafaqohemi me ndodhinë e umet, kur të ballafaqohemi me smundje, me sprovat e kështu me radhë. Prandaj është e udhës që besimtari mi praktiku hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thotë la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billah, mos të vdes ndokush kur është në agoni të vdekjes vetëm se le të ketë mendim të mirë për Allahun. Allah i lartësuar thotë inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, Allahu t'ia kanë frikën më së shumti dietarët, po thonë që Allahut më së shumti ja kanë frikën dietarët, po njëkohësisht dietarët që njohin Allahun janë më optimistët. Sa më shumë që do të qenë optimist, njihe Allahun. Mëso për Allahun. Lexoj emrat e Allahut. Mësoj cilësitë e Allahut, se çfarë rrjedh pe kuptimeve të bukura të Allahut, emrave të bukur të Allahut të lartësuar. Pra sa më shumë që na e njohim Allahun, do t'ja kemi frikën Allahut, do t'i bindemi Allahut, do të kemi mendim të mirë për Allahun, pasi njeh se Allah është Hakim. Hakim është i gjithë urti, urtësia absolute, çdo gjë e vendos në vendin e vet, në mënyrën e duhur, në kohën e duhur. Nganjëherë ne për mi kuptu emrat e bukur të Allahut të lartësuar, duhet ta shikojmë në jetën e kësaj bote. Nëse ne për shembull e marrim një mjeshtër që është shumë merakli. Ta zemi për shembull që rregullon tavolina, rregullon kuzhinën, diçka. Ai kur e merr një pllak të drunit, e copton. E thën. Mi marr ti shikimin e parë çush veç është ka e thën. Ktu e normal çush e prishe. Po ideja është fundi. Çka po nxjerr, çfarë produkti po nxjerr. Edhe ti ja beson, i thua e thaj. Rregull është, po ai është mjeshtër, e din. Në fund na intereson rezultati. Njëjtë merr një ku dush, çfarë dush mjeshtri. Ai ka mi bë disa thyrje, ka mi bë disa ndërhyrje për më ta jap një produkt fundit final. Allahu t'i takon shembulli më i lartë. Kjo është as që krahasohet. Kur ne e njohim se Allahu është El Hakim, është i gjithë urti, që to ndodhi në umet e kanë një urtësi. E kanë një urtësi. Provat që Allahu t'i çon e kanë një urtësi. Mënyra që ka vjen, janë disa mesazhe që ka kërkohet prej teje mi lexu. Tash varet për me e për teje sa ne dojmë mu bind tek Allahu i lartësuar. Sa ne dojmë të kemi mendim të mirë për Allahun e lartësuar. Duhet të aktivizojmë optimizmin.
Sa Allahu nuk I cakton besimtarit vetëm se khair. Ajaban li amri al-mu'min. E çuditshme është çështja e besimtarit, nëse godet sprova, është khair për to. Bën sabër dhe është khair për to. Nëse I zbret mirësia e falënderon Allahun dhe është khair për to. Dhe kjo është vetëm për besimtarin. Kështu ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi jon nuk fol pe hamendi se ti fol me shpallje. Kjo është këto janë mësimet, këto janë shpallja e Allahut të lartësuar që na lyp dhe na kërkon neve. Pastaj vëllazën, kur ne e njohim që Allahu është Hakim, është I urti, që është el-Alim, I gjithdijshmi. Na më vëlla, kur shkojmë te mjeku, mjek është njëri sikur ti. Vesh që ka kry pak më shumë shkollën e mjekësi. Edhe në fund ta jep një diagnozë të I filon sëmundjes, e thotë që këto janë ilaçet, merri edhe pi. Nuk e kontestojmë. E madje e pyesim sa herë, 3 herë, 5 herë, mas ushqimit, para ushqimit. Nuk e kontestojmë. I marrim të mirëqen më një herë, I besojmë dijes së tij. Mirë Allahu I lartësuar për thotë, ahsan takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, do të ju rreni diçka, është mirë për juve. Wa ahsan tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum, do të ju doni diçka, më kon keq për juve. Çfarë thotë Allahu në fund? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu di kush ju nuk e dini. Allahu e di. Dija e tij është absolute, gjithëpërfshirëse, I din të gjitha gjërat. Nuk asgjë nuk I fshihet. Kur ne e njohim Allahun përmes këtyre emrave, edhe kur ne e njohim se Allahu I lartësuar është el-adl, është I drejti, nuk I vën padrejtësi askujt, atëherë jemi optimist për gjendjen e umet, nëse bëhemi, nëse kemi mendim të mirë për Allahun dhe nëse aktivizohemi në ndryshimin e gjendjes. Dhe këtu po du me dal tek ajo që Allah I lartësuar na ka tregu në librin e tij famlar, në Kur'an. Allah I lartësuar I ka përmend disa ligje. Allah I lartësuar ka ligje që nuk kthehen, sikurse që janë ligjet kozmologjike, ligjet kadrike të krijimit. Nata, dita, dielli lind në lindje, perëndon në perëndim, vera është nxehtë, dimri është ftoftë. Këto janë disa ligje që Allah I lartësuar I ka caktuar për krejt njerëzit. Për krejt krijesat. Allah I lartësuar I ka përmendur disa ligje në Kur'an që nëse ne I lexojmë dhe ne I kuptojmë, atëherë do të jemi më optimistët. Njëre këto 3 ligje do t'i përmendni, pastaj do t'i sqaroj shkurtimisht. Ligji I parë, I cilin Allah I lartësuar thotë: Ala inna nasrallahi qarib, që e përmendëm, fitoria është afër. Allah thotë: Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Dhe neve na takon me të vërtet triumfimi I besimtarëve. Na kena bo ligj që besimtarët kanë me triumfu. Ligj nuk ndryshon, besimtarët kanë me triumfu. Dhe premtimi I Allahut është I vërtet, nuk kthehet. Dhe Allahu është Qadir, është I gjithfuqishëm. Asgjë s'mundet me I bë Allahut pa aftë. E kryen është, feja ka me triumfu. Mundet me pyet dikush, po pse? Shka ka vonohet? Ligjet janë të ndërthurë në mërzveti, nuk mundesh me ndani ligj pi tjetrit. Vazhdon ligji tjetër. E kuptum që Allahu I lartësuar po thot, feja do të triumfoj. Besimtarët kanë me dalë fitimtar. Fitore, e kryne. Ligji tjetër thot, Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë gjendjen e tyre. Ligjet thash janë ndërthurë. Që kjo fitore e parë është e lidhme me ndryshimin e popullit, të vetvetes së tyre që më zbrit kjo fitore. Ligji I tretë, nëse që ky popull nuk don me ndryshu, ky ligji I tretë është shumë I frikshëm. Thot Allahu: "Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum." Nëse ju s'po doni me ndryshu, më po pjesë e ndryshimit, që Allah I lartësuar me ndihmu që të fe, dijeni se Allahu ju ndron, I bjen një popull tjetër. Fitoria ka më ardhur. Që e vale a fitores ka më ardhur. Mirë po na, apo dojmë më konë përgatitën që me hyp që të vale apo jo? Nëse na s'dojmë, Allahu po na thot, in tatawallaw, nëse ju ktheheni, e ktheni shpinën Allahut, e ktheni shpinën fesë, nuk doni më përmisu, nuk doni më ndryshu, nuk po doni më ndërhy në ndihmimin e fesë, në ndihmimin e Islamit, dije se Allah ju ndron. I bjen një popull tjetër, thumma la yakunu amthalakum. Pastaj ata do të jenë më të mirë, s'kan më kon sikur se ju. Kjo është e frikshme shumë. Kjo duhet me na aktivizu. Që kjo frikë tash duhet me na aktivizu. Te ligji I parë Allah I lartësuar përmend në ajete të tjera. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati ad-dunya wa yawma yaqumul ashhad. Ne, me të vërtet, kena mi ndihmu dhe kemi mi dhënë fitore besimtarëve në jetën e kësaj bote. S'po flet Allah I lartësuar vetëm për në ahiret.
edhe në jetën e kësaj bote. Kanë fitu, besimtarët kanë fitu. Wa yawma yaqumul ashhad, edhe në ditën e gjykimit. Në ditën e dëshmisë. Pastaj thot: "Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, inna Allaha qawiyyun aziz." Shikoni me çfarë emra të bukura ka përmbyll ajetin. Thot Allahu e ka shkruar, ka caktuar që ka me triumfu feja Allahut dhe i dërguar i tij, inna Allaha qawi, është më i fuqishëm. Asgjë se bën të paaftë, kurgjë s'mund të më bë ball. Aziz, është ngatnysi, është më krenari. Pastaj fitoria ka njëherë është si kur Shlirimi i Mekës, fitore madhështore. Fitoria në Bedër, fitore madhështore. Po ka njëherë fitoria është edhe ndryshe. Qysh, në marrëveshjen e Hudejbijës, Allahu i lartësuar ka thujt inna fatahna laka fathan mubina. Ne të kemi dhënë një fitore të qartë, një çlirim të qartë. Fathan ka thujt Allahu. Qysh ka qenë rezultati? Sahabët ju kanë bërë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mos mi kry umrën, edhe më kthy në Medinë. Në shikimin e parë, kur ta sheh, këta nuk e realizuan çat qëllim që e patën, më shku me hyrje në Mekë. Po shkau u kthyn në Medinë, u kthyn mbrapsht. Po Allahu i lartësuar ka quajtur fitore që ju kanë bindur Allahu dhe të dërguarit e tij. Edhe kjo është fitore, pjesë e fitores. Pastaj ai sahabiu, të cilin e trajtojnë ata idhëtarët në njërën prej betejave që është quajtur beteja Bir al-Mauna, bunaret e Maunës, masi që ja shtin shigjetën në bark, edhe kur e sheh, thot fustu bi rabbil Kaaba, fustu wa rabbil Kaaba, fitova për Zotin e Ka'bës. Betohet. Fitova pasha Allahun Zotin e Ka'bës. Çfarë ka ndodhur? Ka fituar nga shigjeta, ka më vdet, po ka ra dëshmor. E ka quajtur fitore. Edhe kjo është pjesë e fitores. Pra fitoria jo gjithmonë është ngadhnim mbi armikun, po fitoria është në shtrim ndaj Allahut të lartësuar. Përfundim të mirë, rujtje të fesë, stabilitet, qëndrueshmëri, edukimi i familjes, kapje për fenë, për librin e Allahut, kjo është fitore. Je pjesë e ndryshimit pozitiv. Pastaj ndodh që fitoria më vonu për x arsye. Për shembull, ndodh më vonu që në mënyrë që kur të vjen fitoria me qëndru stabile. Nga se jo gjithmonë e keni pa për shembull kur don mi mbjell një pemë. Nëse nuk është toka e pjellore, nëse nuk është koha për më mbjell pema, ti e mbjell pemën po dështon. Ka njerë vonohet fitoria derisa të përgatiten kushtet që çaja fitore me qëndru. Nga njerë për tokën, nga njerë duhet besimtareve mi u bo e qartë, e keqja armikut. Nga njëherë dhimt janë shumë të mdhaja. Sikur se plaga, kur të infektohet thellë në trup, ajo prerja duhet më shku thellë, për më hek infeksioni. Më bua janë dëhyrja. Qashtu është edhe në umet. Nga njerë vonohet fitoria, ama kur vjen madhështore. Derisa t'i shtri rënjët mirë. Edhe arsye tjera të cilët i kanë përmendur dietarët. Po kaloj te ligji i dytë. Thot Allah i lartësuar, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nuk e ndryshon gjendjen e popullit derisa ata të ndryshojnë gjendjen e tyre. E kjo nganjëherë na lypim shpesh fajtorin tek të tjerët. Shpesh e lypim fajtorin tek të tjerët. Thonë ata na kanë fajet, ata kurthet, ata kështu po kompletojnë po. Allah i lartësuar po na tregon që fajtorin kryesor duhet mi lyp tek vetvetja. Edhe kështu Allah i lartësuar i ka edukuar sahabët. Mas pari, në betejën e Uhudit. Çfarë ka thonë Allahu i lartësuar? Huwa min anfusikum. Prej vetës ju e keni. Çka kanë bërë sahabët? E kanë thyni urdhër te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe janë ndëshku me humbje. Dhe kanë lakmu mi marr plashkën e luftës. Çata pikodër se shigjetarëve, ata sahabë, të cilët Allahu i lartësuar ja ka pranuar pendimin, e kanë shu pozicionimin. Mirë, sa pozicionime edhe ne i shohim, sa urdhra i thejim për gjatë ditës e natës ndaj Allahut të lartësuar. Po ashtu, Allahu i lartësuar i ka edukuar sahabët që fajtorin mos ta shikojnë vetë të tjerë, por ta shikojnë tek vetvetja. Në betejën e Hunenit kanë qenë sahabët të shumtë në numër. Dhe gati në duke hub. Pse ju ka hyrë vetë janë qef, jo që ju ka hyrë vetë janë qef, po janë mashtruar me numër. Nuk e kanë lyp që fitoria e marrë veç prej Allahut.
janë mashtruar në numër dhe sikur janë mbështet në forcë. E fitoria është vetëm prej Allahut të lartësuar. I ka eduku. Dhe kështu neve Allah i lartësuar na edukon. Që fitoria ka me ardhur, ama ju tash filloni mu bogati për fitoren. Filloni mu bogati nga se kur vjen fitoria, ju duhet më konë gati. Domethënë kur çaja vale e fitores vjen, na veç duhet me qenë duke e prit. Edhe të përgatitur. A'iddu lahum mastata'tu min quwwa, dhe përgatituni në përballje të armikut, as që të keni mundësi për fuqisë. Përgatitja më e mirë që cilën duhet ta bëjmë është imani. Dhe dija. Me iman dhe me dije. Dhe pastaj përgatitje të tjera. E ligji i tretë, kur Allahu i lartësuar na thot: "Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum, thumma la yakunu amthalakum", është prej ligjeve që ne duhet ta vendosim para vetvetes dhe të friksohemi. Të jemi optimist në ndryshimin e gjendjes, në ardhin e fitores. Njëkohësisht, të fillojmë me përmirësu vetveten, duke ja nisur me përmirësu zemrën. Se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna fil jasadi mudgha, idha salaha salaha al-jasadu kullu, wa idha fasada fasada al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb." Në trupin e njerit është një copë mishi, një organ, zemra. Nëse rregullohet tërë çështja. Nëse prishet tërë çështja. Ala wa hiya al-qalb. Thot hadithin tjetër: "Ala wa taqwa ha huna." Devotshmëria është këtu, është në zemër. Domethënë, ne duhet fillojmë ta marrim seriozisht ndihmimin e umetit. Po nuk ki mundësi ti mi marr seriozisht, vetëm se duke qenë optimist se fitoria ka më ardhur, e kur je optimist që ka më ardhur çka fitoria, ti fillon më përgatit. Edhe e din se nëse ti nuk përgatitesh, Allahu i lartësuar ka mundësi me të zaventsu. Bosh pjesë e historisë, shkel historia të harrën, që ke ekzistuar bile. Qysh i ka harru mija e miliona musliman të tjerë që kanë qenë para nesh. A ne më konë meritor i ndihmimit të fesë, in tansurullah yansurkum, nëse ju ndihmoni Allahun, Allah ju ndihmon juve. E jaza min jinsil amal. Nëse ti lut ndihmën, ndihmoj fen Allah dhe Allah të ndihmon, duhet ta kesh frikën se ki mundësi mu zaventsu. Mos e mendo veten se i pa zaventsuar. Mos e mendo veten që je ka i bën favor Allahut duke e ndihmuar ti fen. Që ka marr pjesë ndërs, mos e mendo që i ka i bën favor Allahut apo fesë. I ka i bën favor vetvetes. Veten e ka ndihmon. Me mësimin e fesë dhe je ka buhesh kandidat potencial me mësues të tjerë fenë. I ka buhesh çelës i ndryshimit të shoqënisë. I ka buhesh çelës i përmirësimit të umetit. Ti këtu duke i rujt kufit e Allahut, i ndihmon muslimanët në Gaza. Vetëm atëherë kur e kuptojmë kështu, atëherë do t'i ndihmojmë muslimanët kudo që gjenden. Se trupi, se umeti është sikurse një trup. Umeti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë është sikurse një trup. Kur një pjesë vun ankohet, e ndin dhimbjen këtë trupi. Na jemi duke e përjetuar dhimbjen, ama për me përmirësu çat dhimbje, duhet të bëhemi musliman më të mirë. Allahu i lartësuar na thotë në ajetin tjetër thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu man yartad minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Nëse ju e lëshoni fejen, Allahu ku ju ka thonë kështu? Gjeneratës më të mirë që ka heqë në facën e dhëut, sahabëve. Nëse ju e lëshoni fejen, bëhej renegat, dilni nga feja, dijeni se Allahu vjen me një popull që e dojnë Allahun dhe i don Allahu ata. Adhillatin alal mu'minin, të përulur, modest ndaj besimtarëve, e izzetin alal kafirin, krenar, nga të njëjës ndaj jo besimtarëve. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Përpiqen për kauzën e Allahut, në rrugt të Allahut dhe nuk i trembet çerpiku. Askujt si frekson përveç Allahut. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Kjo është mirësia e Allahut, Allahu e jep kujt i doj. Wallahu wasi'un alim. Allahu është që ka përfshi me dijen e thirr çdo gjë. Dija e tij ka përfshi çdo gjë. Elusim Allahun e madhruar na bëj për atyre që kanë mendim të mirë për Allahun. Na bëj për atyre që janë optimist dhe që ngriten dhe punojnë në ndihmimin e fesë së Allahut të lartësuar dhe nuk vajtojnë, nuk e vazhdojnë gjumin me pesimizëm dhe dëshpërim, mirë po ngriten duke mbështetur në Allahun dhe duke ditë që ndryshimi vjen prej Allahut dhe fitoria vjen vetëm prej Allahut, e jetësojnë besimin e tyre, mësojnë për fenë e tyre, e përmirësojnë zemrat e tyre dhe mundohen që ta njohin Allahun përmes emrave të Tij, se vetëm atëherë do të jesh prej atyre që ki mendim të mirë për Allahun dhe je më optimisti. E pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam është shëmbëltyra më e mirë në këtë kapitull. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.